Kush e solli njeriu në këtë dynja? Ka erdhi? A thua njeriu është krijuar vetvetiu? Pse çka kriju në këtë dynja vetvetiu? Çfarë misioni dhe çfarë detyre ka njeriu në këtë dynja? A thua çdo gjë përfundon me vdekjen e njeriu, mbyllet dosja e tij dhe më asgjë s'ka prej tij? Allahu është i kënaqur, don nga ju, kërkon nga ju që ju ta adhuroni atë dhe mos t'i bëni atij na shirk. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, edhe që të kapeni fort për letarit Allahut dhe mos të ndaheni. Wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum, dhe që ta ndëgjoni, ta respektoni atë i cili është mbi ju, parin e juve. Ndërsa ato që ju rrejnë, Allahu nga ne janë, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal, thashë thëmet, me pyet shumë, me pa lidhje, pa nevojë dhe me harxhu pasurinë këtë e këtë. Shkojmë të këto 3 këshilla të para, të cilat Zoti i don dhe të cilat Allahu na porosit, respektivisht kërkon dhe na urdhëron që ne t'i kemi ato. Këshilla e parë e pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë hadith është an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, që Allahun të adhuroni dhe atij na shirk rival mos t'i bëni. Allahun me adhuru, Zotit ibadet me i ba, Allahut me ju nënshtru. Çdo njeri duhet t'ja paraqes vetvetes tij një pyetje. Çdo njeri. Shumë pyetje, por ndër to dhe ndër kryesorët, kush e solli njeriu në këtë dynja? Kush e solli? Ka erdhi? A thua njeriu është krijuar vetvetiu? Pse çka kriju në këtë dynja vetvetiu? Që po krijohet njeriu vetvetiu? Pastaj, pse erdhi njeriu në këtë dynja? Kush e solli? Pse erdhi? Çfarë misioni dhe çfarë detyre ka njeriu në këtë dynja? Çka do të bëhet me të pasi të vdes? Ku do të shkojë? A thua çdo gjë përfundon me vdekjen e njeriu, mbyllet dosja e tij dhe më asgjë s'ka prej tij, apo përfundon dosja e kësaj dynjaje, e kësaj jete, por ka pastaj edhe më tej me tutje i jetë tjetër. Këtë pyetje të dashurit e mi do të m'ja parashtru se cili njeri vetvetes të vet. E përgjigja është e lehtë, la ilaha illallah, na ka dhënë Allahu në Kur'an. Allahu na ka tregu pse na ka kriju. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nuk kam krijuar për tjetër njerëzit dhe gjennet, për neve na interesojnë njerëzit, për pas që ata mua të me adhuroj. Më adhuru më boj ibadet. Çdo gjë në këtë dynja, në këtë gjithësi, Zoti ka kriju për ne.